Një deklaratë provokuese nga kryeministri Edi Rama, sipas të cilit grekët nuk janë pasardhës të Aristotelit, kanë shkaktuar reagime në Athinën zyrtare, por jo vetëm. Ministri grek i shëndetësisë, Adonis Georgiadis, është zyrtar i radhës që ka reaguar ndaj kryeministrit Edi Rama. Zoti Rama, për fat keq, ka një problem serioz psikologjik me Greqinë. Ndoshta kur erdhi në Greqi si emigrant i paligjshëm, si një piktor i varfër, kur regjimi Hoxhës kishte rënë, dikush nuk e kishte trajtuar mirë. Në këtë kuptim ai ka mirë kuptimin ton, u shpreh ministri për median greke. Në vijim ai shtoi le t'ja lëm historinë historianëve. Rama let merret më shumë me historinë e Shqipërisë që nga Skënderbeu dhe le ta lër të qetë Aristotelin dhe Aleksandrin e Madh. Rama reagoi ashpër ndaj një gazetari greko-amerikan, John Defterios, kur ai shqiptoi gabim emrin. Nuk je pasardhës si Platonit dhe Aristotelit siç mendon, tha Rama duke u drejtuar gazetarit. Më pas ky i fundit u përpoq ta qetësonte atmosferën duke u referuar një investimi prej afro 1 miliard eurosh në Shqipëri, megjithatë Rama këmbguli duke thënë se është mbi 1 miliard. Ju i bëni llogaritë si grekët, kur flet për paratë tua shton 3-0, kur flet për paratë e tjerëve zbret 3-0. Kjo është ajo që bën. Kjo është arsye pse Bashkimi Evropian ju do kaq shumë, ju përgjigj kryeministri Rama gazetarit grek. Mirpo që një ditë më parë reagimet e mediave greke ishin të forta në drejtim të Ramës, duke i thënë këtij të fundit se në jo pak raste e shfrytëzon këtë të fundit vetëm për të ofenduar grekët. Mirpo reagimi i zyrtar i ministrit të kabinetit të qeverisë greke ditën e sotme i vë vulën kësaj historie.